zotri Gent Spollo. Mirdita zonjë zotrinj, demokrate dhe demokrat, mirë se kemi ardhur në konventën e punësimit Partisë Demokratike që besoj se parathot fitoren tonë zgjedhore në qershor të këtij viti. Teknologjia e re, për disa prej nesh do të thotë teknologjia e informacionit dhe komunikimit, ose ICT-a. Për disa tjerë ky term nuk kupton një aplikacion të ri në kompjuter ose në celular, ndërsa për tjerë akoma teknologjia e re do të thotë high-tech-u global. Por për Partinë Demokratike kjo shprehje do të thotë profesione të reja, do të thotë më shumë vende pune dhe me pagat larta. Prandaj, Partia Demokratike ka vepruar që shqiptarët të kenë aftësitë, mundësit dhe infrastrukturën e duhur për të konkuruar në profesionet e tregut të ekonomisë digjitale. Sepse këto nuk janë thjesht vende pune, por janë mbi të gjitha karrierat profesionale të së ardhmes. Nga telefonat e zakonshëm fiks, në automobil, në smartphone-et si iPhone, Galaxy apo Lumia, tek interneti broadband, tek rrjetet sociale si Facebook, tek transaksionet elektronike, teknologjia po ndryshon për herë më shumë, mënyrën se si punojmë dhe sidomos se si jetojmë. Zhvillimi i teknologjisë ecën me shpejtësinë e imagjinatës tonë dhe Partia Demokratike po bën që shqiptarët të mund të konkurojnë në tregun digjital. Aftësitë dhe njohuritë për ICT-n tashmë merren që herët në klasë. Me mbi 27.000 kompjutera të lidhur me internet broadband që kemi vendosur në 2.000 shkolla, në dispozicion të çdo nxënësi. Dhe në shkollat tona, jo vetëm që nga arsimtarë të trajnuar mësohet teknologjia, por edhe përdoret ajo gjërësisht në mësimdhënien e lëndëve të ndryshme, nga historia te biologjia. Dhe numri i diplomantëve nga fakultetet e informatikës është të fishuar, nga 827 vet në 2005 në 6.542 këtë vit. Taksa e sheshtë dhe politikat pro biznesit po thithin investime të huaja në kompati dhe ICT-s, duke mundësuar të gjithë sipërmarrësve të zhvillojnë bizneset e tyre, duke krijuar kështu vende pune të reja, me paga më të larta dhe duke bërë Shqipërinë edhe më konkurruese në tregun rajonal. Infrastruktura që kemi ndërtuar, fizike apo edhe digjitale, bën që të lulëzojnë kompanitë e reja, startupet në fushën e ICT-s. Sot më shumë se 13.000 shqiptarë janë të punësuar në këtë fushë dhe mbi 8.000 prej tyre janë ekspert, inxhinier, informaticien, programist. Dhe këta ekspert mundsojnë përdorimin e ICT-s në sektorin publik e në atë privat, bankar, telefonik, mediatik, turistik, shëndetësor e mëtej. Shqipëria po ngjitet me shpejtësi në renditjen e Forumit Ekonomik Botror për shkallën e rritjes gatishmërisë teknologjike, duke parakaluar 33 vende në 3 vitet e fundit, duke u renditur kështu e 62-ta ndër 192 vende. Reformat dhe investimet e mundësuara nga Partia Demokratike synojnë diçka të shtrenjtë për gjithë ne. Të bëjnë të mundur që shqiptarët të përfitojnë në çast nga zhvillimi teknologjike më të fundit, duke ulur për herë më shumë çmimet, duke rritur për herë më shumë shërbimet. Kemi hequr pengesat për tregun, si kufizime për leje licenca, duke rritur kështu konkurrencën e lirë, dhe rezultatet janë të dukshme. Çmimet po ulen dhe shtrirja e internetit broadband po zgjerohet. Çmimet për telefoninë celulare kanë rënë pikjat, me 75% që nga viti 2009, dhe ne kemi një normë penetrimi të celularit prej 187%, më e larta se kudo në Ballkan. Dhe njëjta gjë po ndodh edhe për internetin. Çmimet po ulen dhe numri i shqiptarëve që përdorin është 12 fishuar, nga viti 2005 duke kaluar nga 4.8% në 62%. Dhe interneti në celular është i shpejt, fal licencave 3G, por nesër do të jetë ultra i shpejt fal licencave 4G, 4G të disponueshme së afërmi.
Administrata shtetërore përmes shërbimeve elektronike po bëhet për herë më efikase dhe eficiente. Abuzimi dhe korrupsioni për herë më i pamundur. Prokurimet deri te bleret e vogla bëhen online. Telemedicina bën që një pacient nga një fshat i largët, pa lvizur nga shtëpia, trajtohet nga mjek të njohur të Tiranës. Biznesmenët mund të verifikojnë çdo çast në celular detyrimet tatimore. Aplikantët gjurmojnë online procesimin e kërkesës tyre nga një agjenci shtetërore. Maturantët regjistrohen online në provimet e maturës shtetërore dhe mëtej në universitete. Po kështu zonjë e zotrinj, regjistrohen automjetet, leja e drejtimit shoferit, prona në hipotek përmes noterit, në kompjuter, por edhe në celular, në pëllëmbën e dorës, kudo ku jemi. Dhe kemi përfunduar tashmë data centerin qeveritar dhe portalin unik dhe shërbimet e government janë tashmë në cloud, në rrjetin elektronike, rasti i parë në Europën qendrore dhe lindore. Në studimet e fundit ndërkombëtare, qeveria jonë renditej e para në rritjen e investimeve të bëra për teknologjinë e informacionit me 34.1% të vlerës totale të investimeve. Dhe kjo përqindje është konstante ose në ngjitje. Është bërë vërtet shumë. Madje e matur me një kut tjetër, është bërë aq sa edhe Edi Rama për këtë sektor nuk po guxon as të shaj, as të shpif siç bën rëndom. Dhe e gjithë kjo me pak fjalë do thotë më shumë aktivitet e xhiro për biznesin dhe sektorin e ICT-s dhe do thotë më shumë vende pune për njerëzit. Por detyra jonë nuk mbaron me kaq. Ne duhet të vazhdojmë dhe do të vazhdojmë të ofrojmë qytetarit e biznesit më shumë shërbime me cilësi më të lartë dhe me çmime më të ulta. Mbetet ende plot për të bërë. Por kryeministri Berisha është më si përkushtuar ndaj revolucionit digjital, është i vendosur të mundsojë vende pune të reja për Shqipërinë digjitale, për Shqipërinë e së ardhmes, përpara.